Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, duke folur për rastin, ka thënë për televizionin Besa se ky është rasti më makabër i ndodhur ndonjëherë në Prizren dhe kjo është vrasja e parë që nga viti 2023. Ai pohon se ky është një punëtor që ka punuar në një lokal gastronomik në Prizren dhe në këtë banisë ishte vendosur që 6 muaj, kurse ai është i vendosur në Prizren tash një vit më parë. Mund të konfirmoj fillimisht që kemi të bëjmë me një rast ku në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 5:30 minuta jemi njoftuar që ka ndodhur një vrasje e rëndë. Menjëherë hetuesit policor kanë dalë në vendin e ngjarjes, më kanë njoftuar dhe unë si prokuror kam dalë po ashtu në vendin e ngjarjes bashkë me hetuesit e stacionit policor dhe hetimet rajonale të Prizrenit. Po ashtu edhe mbështetësit e krim teknikës dhe më pas edhe na është bashkangjitur edhe Instituti Mjekësisë Ligjore për të rrehequr kufomën. Bëhet fjalë për një rast ku faktikisht prindi e ka vrarë vajzën e mitur 15 vjeçare dhe po ashtu ka tentuar ta vret edhe vajzën tjetër, cilës gjithashtu i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore. Ajo është 10 vjeçare, gjithashtu i ka shkaktuar lëndime edhe bashkëshortes së tij dhe në fund e ka vetlënduar edhe veten. Njëra prej vajzave, pra 15 vjeçare, është e vdekur në vendin e ngjarjes, përderisa tjetra është duke marrë trajtim mjekësor në CKK për shkak të lëndimeve të rënda trupore, ndërsa bashkëshortja e tij është me lëndime më të lehta dhe gjithashtu edhe vetë i dyshuari është duke u trajtuar në spitalin e Prizrenit. Bashkëshortja ka pasur lëndime me thik apo ka pasur lëndime të funditse psiqike? Të gjitha viktimat kanë lëndime me thik, me mjet mpret me thik, faktikisht dhe dyshohet që është me njërin thik i kryer gjithë ky akt që mund ta quaj një akt tronditës dhe i tmerrshëm nga ajo që kemi parë në vendin e ngjarjes. Bëhet fjalë për një familje që kanë ardhur, janë shtetas tuaj nga Turqia dhe janë vendosur në të paktën në atë banesë janë duke banuar që 6 muaj. Mirëpo ka informacione që në Republikën e Kosovës përkatësisht në Prizren ndodhen për rreth një viti. Ai merret me gastronomi, është punëtor në njërin prej restoranteve që ndodhen këtu në qytetin e Prizrenit. A ka pasur raste incidente ndonjëherë paraqitur nga ana e tij më herët? Është hera parë që evidentohet në regjistrat e policisë dhe prokurorisë. Nuk ka pas asnjë rast qoftë dhunës familje, qoftë ndonjë vepër tjetër penale. Është vrasja pas vitit 2023, faktikisht nuk kemi pasur vrasje tjera, është vrasja e parë dhe është një vrasje makabër që ka ndodhur brenda familjes, që ka ndodhur ndaj viktimave fëmijë dhe unë mendoj që ky akt është një akt që duhet na sensibilizojë dhe të punojmë sa më shumë si institucionet po ashtu edhe shoqëria që t'i ndalim këto raste edhe ndaj femicidit, edhe ndaj dhunës familje dhe t'i mbrojmë fëmijët. Ne jemi duke bërë maksimumin në secilin prej rast, por rastet e tilla janë të papritura, sikurse që ka ndodhur ky rast ku ne institucionet nuk kemi pas asnjë informacion, asnjë indicje të mëhershme që këta kanë pasur ndonjë problem. Dhe jemi në fazë shumë të hershme për ta ditur edhe motivin e kësaj ngjarje. Për faktin se viktimat janë të mitura, faktikisht njëra tani më veç se e vdekur, përderisa tjetra faktikisht është në gjendje të rëndë dhe nuk i dim ende edhe motivet e kësaj ngjarje. Lidhur me këtë ngjarje, zëdhënësi Togeri Shaqer Bityqi tregon se kjo ngjarje tragjike ka ndodhur mëngjesin e sotëm në qytetin e Prizrenit, ku një person ka thirrur për vdekje vajzën e tij 15 vjeçare. Informatat e para policia i ka marrë nëpërmes telefonit në orën 5:57 të mëngjesit, kur është informuar nga emergjenca se kanë ardhur për të dhënë ndihmë një personi të lënduar, ndërsa një person i dyshuar i cili gjithashtu ka qenë i lënduar është me thik në dorë dhe nuk po mund t'i japë ndihmë të lënduarit. Në këtë rast policia menjëherë ka reaguar, 4 patrolla janë nisur në drejtim të vendit ngjarjes dhe kanë arrestuar të dyshuarin. Në vend ngjarjes është marrë informacioni se i dyshuari mashkull i lindur në vitin 1981 ka sulmuar me thik 2 vajzat e tina, me këtë rast njëra nga vajzat 15 vjeçare ka mbetur e vdekur në vend, ndërsa tjetra ka qenë lënduar rënd. Emergjenca ka dhënë ndihmën e parë vajzës së lënduar dhe për shkak të lëndimit të rënda është transportuar për në CKK në Prishtinë. I dyshuari është arrestuar, i njëjti ka qenë gjithashtu i vetë lënduar, ka prerë venat në dorën e tina. Me njerë informuar dhe njësi tjere relevante edhe policia ka dalë me ngjarje dhe është marrë me rastin. Të gjithë këta familjarë janë shtetas turk me vendbanim të përkohshëm në qytetin e Prizrenit. Çka ka punuar këta? Keni informacion? Nuk kemi informacion se çka ka punuar, por ka një kohë që jetojnë në Prizren dhe punojnë në Prizren. Gjendja e zhvilluar sot në Prishtinë kota është mirë?
Ajo ka shkuar në gjendje të rëndë, është në Prishtinë, nuk kemi informacione të rifreskuara, se që sigurisht duke trajtuar në QKK. Gjithashtu edhe në këtë rast të pashuar të ka pasuar lëndime, por lëndime më të lehta. Prokurori njoftoi dhe shtoi se i dyshuari ka lënduar edhe vetën dhe ai tashmë gjendet në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Lëndime ka pësuar edhe bashkëshortja e tij, 35 vjeçare. Të gjithë këta janë familjarë mes vete dhe janë shtetas të Turqisë me banim të përkohshëm në Prizren, nënvizoi krye prokurori.